Shoku ese, Jakush e helmoj Ilir Metën në burg. Ish prezidenti Ilir Meta ka pësuar një helmim të dyshimt brenda ambienteve të burgut përmes ushqimit të dhënë gjatë një vakti. Fatmirësisht, ndihma mjekësore ka qenë e menjëshme dhe ai ndodhet aktualisht në gjendje të qëndrueshme shëndetësore. Ngjarja ka shkaktuar reagime të forta në opinionin publik dhe ka ngritur pikpyetje serioze mbi sigurinë në institucionet e vuajtjes së dënimit. Meta ka deklaruar se helmimi nuk ka qenë një gabim i rastësishëm apo një problem higjienik, por një akt i qëllimshëm me prapavi politike. Ai e konsideron këtë një tentativë për ta goditur personalisht dhe për të dëmtuar edhe strukturat e partisë që përfaqëson. Sipas tij, sumi është pjesë e një klime të rrezikshme për opozitën dhe për të gjithë ata që sfidojnë sistemin aktual. Ai ka shtuar se nuk përjashton asnjë forcë politike nga përgjegjësia, pasi pretendon se zotëron informacion të ndjeshëm për figura të rëndësishme të politikës shqiptare. Sipas interpretimit të tij, ky fakt mund të jetë arsyeja kryesore që dikush ka tentuar të ndikojë mbi të përmes metodash ekstreme. Ngjarja mbetet e rrethuar nga dyshime dhe mungesë transparence. Ende nuk është e qartë nëse kemi të bëjmë me një helmim të qëllimshëm me motive politike apo me një incident të zakonshëm në zinxhirin ushqimor të institucionit. Autoritetet nuk kanë dhënë ende një qendrim zyrtar mbi rastin, ndërsa hetimet pritet të zbardhin më shumë detaje në ditët në vijim. Opinioni publik dhe mediat ndjekin me interes të shtuar zhvillimet që lidhen me këtë rast. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatë? Mos harroni të bëni like dhe subscribe.